Universi ka zgjedhur ty. 4 shenja do marrin shpërblimin e madh pas kaq kohësh vuajtjesh. Ka momente kur universi zgjedh të shpërblej ata që kanë duruar më shumë. Dhe tani, pas një periudhe të gjatë errësire, dhimbje e pritjeje, 4 shenja do të ndjejnë një dritë të re që ndizet në shpirtin e tyre. Një bekim, një mundësi, një shenjë e vogël që do të hap një portë të madhe ndryshimi. Nëse ndjen se diçka po ndryshon në energjinë tënde, kjo nuk është rastësi, është thirrja e universit që të kujton se koha jote ka ardhur. Demi ka kaluar një periudhë të gjatë ku çdo gjë dukej sikur ecte ngadalë. Planetet kanë testuar durimin tënd, duke të vendosur përballë pengesash, vonesash dhe shkënjimesh që të lodhen shpirtërisht. Por tani, universi po hap një dritare të artë për ty, një projekt që ke menduar prej kohësh, një lidhje që ishte ftohur, apo një ëndër që dukej e humbur, të gjitha do të marrin formë. Në këto ditë mund të ndjesh një ndjenjë paqeje të papritur, si një frymë ngrohtë që të përqafon. Kjo është energjia e universit që po të udhëzon drejt bekimit tënd. Mos u çudit nëse merr një mesazh, një ofertë apo një mundësi që të duket e pamundur, sepse është dhurata jote. Fati po të buzëqesh dhe çfarëdo që të marrësh tani do të jetë diçka që do të të rikthejë besimin në vetvete dhe në forcat hyjnore që të mbrojnë. Gaforja. Shpirti i ndjeshëm i Gafores ka kaluar shumë net me dyshime e trishtim. Ti jep shumë, por rrallë merr atë që meriton. Por tani, diçka e shenjtë po ndodh. Energjia e ujit dhe e hënës po bashkohen për të sjellë një shërim të thellë shpirtëror dhe një bekim në dashuri. Një person që dikur të la pas do të kuptoj vlerën tënde, ose një lidhje e re do të lindë me një shpirt binjak që do të njohë pa fjalë. Në planin financiar, një ndryshim i papritur po vjen, ndoshta një ndihmë, një dhuratë, apo një mundësi që nuk e kishe pritur. Universi të thotë, tani je gati të marrësh. Mbyll dyert e së kaluarës dhe hap duart për të pranuar dhuratën që ke pritur gjatë. Kjo është koha jote për të ndriçuar, Gafore, dashuria dhe drita po të gjejnë. Luan, ke luftuar shumë për gjithçka që ke. Disa të kanë admiruar, të tjerë të kanë gjykuar, por ti nuk je dorëzuar. Dhe tani, universi po shpërblen forcën tënde, pasionin dhe besnikërinë që ke treguar. Në ditët në vijim, një mundësi e madhe do të hapet, diçka që lidhet me karrierën ose një ëndër që kishe vënë në pritje. Në dashuri, dikush do të shohë më ndryshe, me sytë e dikujt që më në fund kupton se kush je. Mos i frikso ndryshimeve, sepse ato janë pjesë e planit hyjnor për të ngritur më lart. Universi po të vendos në qendër të vëmendjes dhe çdo hap që bën do të shndërrohet në dritë. Ky është shpërblimi yt për guximin që tregove kur të tjerët dyshuan. Beso në shenjën tënde, sepse yjet janë duke u rreshtuar për ty. Shigjetar, ti gjithmonë ke besuar se çdo gjë ndodh për një arsye. Edhe pse ke kaluar sprova të rënda, brenda teje ka jetuar gjithmonë një shpresë që nuk është shuar kurrë. Tani ajo shpresë do të shpërblehet. Një rrugë e re po hapet, mund të jetë një udhëtim, një ofertë pune, apo një përmbushje që vjen përmes një njeriu që do të frymëzojë. Universi të ka zgjedhur sepse ti nuk je dorëzuar kurrë, edhe kur s'kishte dritë përpara. Në këto 48 orë të ardhshme, dëgjoj sinjalet, numra që përsëriten, ëndra të gjalla, apo një ndjesi e fortë në zemër. Këto janë mënyrat me të cilat universi të flet. Mos dysho më, sepse shpërblimi yt është afër. Çdo pengesë që kishe, po shkrihet si mjegulla përpara diellit të së vërtetës sate. Nëse ndjeve se një pjesë e këtij mesazhi rezonoi me shpirtin tënd, mos e mbaj për vete. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe le të ndjejmë së bashku energjinë e universit. Nëse ndjen se fjalët e kësaj videoje të prek në zemrën, abonohu në kanalin Zëri i Universit, sepse çdo ditë sjellim mesazhe që ndryshojnë jetën, shpirtin dhe fatin. Universi të ka zgjedhur, tani është radha jote ta pranosh dritën.